A i bie kjo që të marrim pjesë në shkelje kushtetuese. Po kjo është shkelje kushtetuese, kjo është e paligjshme. Ndryshimi i metodës votimit pasi që ka filluar, as ka ndodhur ndonjëherë, as duhet me ndodhë tash, as në të ardhmen. Nuk mundemi me për ligj një tendencë për me shkel mënyrë të hapur kushtetutën. Sa herë që e kërkojnë me votu një komision, për me votu më sheft, në kohën kur disa herë është votu hapur në shkelje kushtetuese, nuk mund ta përligjim ne mentalitetin antikushtetues që ju keni pa në 5 vitet e fundit që s'paku 11 herë shkel kushtetuta nga po këta njerëz. Kështu që jo, s'marrim pjesë. Ne marrim pjesë në votimin siç kemi marrë pjesë të kaluar në votimin e hapur. Ajo që është evidente, as votat hapuna, as votat mshefta s'ka për Albulena Haxhiu. Kështu që pse duhet me peng kuvendi dhe shteti për shkak të saj, për shkak tekeve të Albin Kurtit. Unë i ftoj qytetarët që të mendojnë edhe një herë. A jeni ma të rëndësishëm ju që keni votu Albin Kurti në Albulena Haxhiu? Po duket që Albulena është më e rëndësishme se ju dhe kjo është fatkeqësi, por mbajnin mend kur shkojmë në zgjedhjet e ardhshme, të cilat ndoshta mund ndodhin shpejt. Vërtet kjo është dënim i demokracisë, çka po ndodh nga ana e lëvizjes vetëvendosje, sepse demokracia është pluralizëm. Dhe pluralizmi nënkupton mendime të ndryshme, nënkupton dialoge, diskutime e kompromise. Këtu s'ka kompromise, këtu s'ka diskutime, këtu s'ka pluralizëm, esencialisht me qenë se në hapin e parë që i takon partisë së parë, po mundohet një imponim, po tentohet një imponim, po tentohet një dhunim i vullnetit edhe qytetarë, edhe deputetëve, por normalisht unë ju siguroj që Partia Demokratike e Kosovës nuk do ta lejojë një gjë të tillë. Ne vetëm sa i kemi kryer zgjedhjet dhe normalisht që do duhej që ai verdikt me u implementu në këtë kuvend edhe në qeverinë e ardhshme. Por me qenë se këtë po e pengon lëvizja vetëvendosje, unë kam thënë edhe më herët edhe zgjedhjet mund të jenë zgjidhje. Por nëse zgjedhjet janë pashmangshme, unë besoj që ato duhet më majtë sa më shpejt, që mos më ardh çdo 2 ditë këtu dhe me pas deja vu në njëjtë përsëritjen e njëjtë. Për zgjedhje duhet me pas një dakordim politik, të paktën në perspektivën tonë si PDK, marrëveshjet politike janë gjithmonë të domosdoshme kur ato impaktojnë dhe ndikojnë qytetarën e Kosovës. Kështu që një gjë e tillë nëse ndodh, duhet ndodh shpejt. Por ndryshe i humbim afatet kushtetuese, mund të hyjmë në një periudhë e cila vërtet mund me pas pikpyetje të shumta. Edhe një pyetje. Edhe ty tam. Ne këtu nuk jemi për të bërë shok, as për të bërë miq. Këtu jemi për të përfaqësu qytetarët e Kosovës që na kanë dhënë besimin e tyre. Andaj përgjegjësia jonë është para gjithashtu qytetare dhe politike. Në kuadër të kësaj përgjegjësie ne kemi ofruar edhe zgjidhje, cilën po e përsërisim çdo 2 ditë, besa edhe çdo ditë. Ndrojeni kandidatën dhe kandidatin s'ka nevojë për gjëra tjera, shkojmë përpara, konstruojmë kuvendin, hyjmë në afate kushtetuese. Këtu po e përsëris, problemi i kësaj bllokade është fakti që Albin Kurti s'ka vota mbu kryeministër. Dhe me qenë se s'ka vota mbu kryeministër nuk po dëshiron me u mat. Ne e ftojmë me u mat. Si me u mat? Ndroje kandidatin, zgjedhet kryetari i kuvendit. Pastaj ti provo me u bë kryeministër. Dhe nëse s'mundesh, vjen radha te ne, unë ju siguroj që ne do ta bënim qeverinë. Frika për me hu pushtetin është kjo që po e mban vendin peng, po pushteti nuk mahet me çdo kusht. Rotacioni i pushtetit është ajo që jep shëndet demokracisë. Kosova ka qenë shembull i rotacionit të pushtetit në mënyrë të qetë. Edhe sot duhet me ndodhë një gjë e tillë. Prandaj kjo bllokadë, sepse zoti Kurti nuk po dëshiron me dalë pe zyrës kryeministrit, në cilën edhe ashtu është duke nejtë paligjshëm. Faleminderit shumë.